Edhe thash, më orë me fol pak për fej. Arin që nuk, më nesh me brish asherimin, ti lele është hapi. A e ke po, këtë sanët ma të mira e në haram. Alkoholi, droga, mishi i derit. Qëto trija, me bomi pos, gjdo not është fajn. A e kur që tjetër të shdvin. Qëta që i kanë qëto trija, as zoti nuk e vin. E këtë sanët ma të mira, jom boring, halal. Për shembull, mi marr 4 gra. Unë nuk e di pse e kam thonë privilegj për meshkujt mi marr 4 gra. Unë e në njerë që e kanë 1 gru, edhe ju ka hup drita e syve. Dikush e paska për jetu. Do me thonë është shumë shtirë me pas 4 gra, është tepër kosto, është ka të sillsh, është shumë shtirë. Do me thonë është një besane ma të shtira, edhe s'di pse është halal, do s'di pse është e preferueshme. është sikur mi pas 4 kere. A jetu i krahasu grot me objekte? Po. Vile kam edhe një 5 minuta ku i krahasoj grot me kere. Edhe është shumë ju përshtatet. Shien në fama e kam një sin kere. Për shembull, te kerët ke që aksyri është pomja jashtë. Hiç nuk e kam problem sot kalune i ko. Për deri sa është S-line. Tash kerët kur i këshyrin edhe sa pronari ka pas. Vile të diskutime janë, a ma mirë ma shumë pronar, ashtë ma shumë të kalune. Të do e zgjedhin një pronar me 200.000 kalune, se thojnë nuk e ka munu shumë. Edhe dorën zamër, kërkush nuk o të blej kartë 0-0. Bile lene ato ndër. Shumicu si kom një, jo meret 0-0 së të barahat, jo, në s'ki problem, jo servisit. Unë e kësha thonë veç pomjën e jashtëm me kështu. Edhe pomjën e jashtëm kërë është i mira i kërë hargja. Shëshë mos së tët një kërë që hargju. Për ata që TikTok spawn, na mujna keq të mi përdur edhe për fama dhe. Na veç keywordin care, drone me fama, edhe gjithë shka është mbetet e njej. Shia shumë e modhe që të sin kere, sin fama, më ka vu me konë single. Zdia keni vërëvu kërë të më rish në një pik njetë, ku së janis njerës me sugjeru partner. Fama, dhe thonë në rosën ta, se mos partner kërës dyshime. Ishën një dhe shosët edhe kishën zhjith një qikë për ma të sugjeru. Edhe e shumë situatës si kleqshme, kështë që e ka vërëvu. Këtë famat janë të bukra, a mo jo që ajo. Edhe nuk din që shmon të zerë që aso situatë, a dhe një thu, jo nuk jam i gatë shumë për lidhje, ti si e në lidhje që 20 vjetë shumë. Kur mo? Edhe ta i thojnë, tani, unë më nesha mi kallëzusha e qika, në ditën e saj ma të mirë i shkon të gjashqe. Trenishët e në 10 që Dua Lipa, nëse dikujt i vinë skejlë. E unë e logaritë vetën 7.5 së lit. Edhe kur s'kan qa me thonë se s'ju përqen po me ashtë, me thonë po është funny. Funny jam vetë. Unë vedu një vist bukur, veç qatë onë nuk e kam. I me shumë po krejta, veç onën e bukurisë po mi. Kër dhe qesëm story në Instagram, mu kollë krejta. Nas do me thonë as me konë të lumëtër, me nësi me konë të bukur. Qëto e kanë këtë shkuptu njështë.
U tenglova pak seksist. Ama dorën zemër, na jetojmë në një kohë të patriarkatit, ku shoqënia udhëheqet për meshkujve, edhe kjo shpesh herë bën që femnat me ngecë në disa sfera. Është shumë serioze tema, nuk kam kur shumë e kishë. Po të qitë fjallë në kushtë të tjera atje. Une, në punën e kalune, që mos me thonë që tash se s'du më venin e punës, e kuptova që femnat për të njëjtën punë paguhen më pak. Do me thonë, për 1 euro, femna paguhet 80 cent. Edhe në desha me full në menaxhmentin, se kishë shumë pa rregullësi. Shkova me full në menaxhmentin dhe i tregova ata, qërë, na jetojmë një kohë të patriarkatit. Une nuk jemi lumtur që jetojmë në qëtë kohë. Po meshkujt kam privilegj. E une me kolegën ta më paguna njëjt. Tash, a ujna me full për pak për qëta. Tash, nëse ajo i mërë 1 euro, unë të mi marë 1.200. Nuk mujna thash me konat barabar. Edhe se jena në qëtë kohë të jetu. Gjithmonë nuk fajtona, komplet, hiç fajtona. Amo masi jenë qëtu, qajna të bu. Unë jo moshku, për shije. Shambull që me marë paralele, nëse ke jetu kohë të slaveris, se cili kish pas ka njën. Nuk t'ish bu njerit kesh, është vëq ku ha qaja. Shtë me dhanë shkon KFC e merë oferte, t'ka dhe një sës, edhe s'ta ka qita jo. Ti shkon i thu, hej, e ke haru susin. Dhe me thonë është diçka që të takon ty. Fatkeqësisht, na jetojmë në kohë të patriarkatit, kështu që meshkuj, nuk e di edhe sa na kanë me, se janë të bu këgja progres femnat, lumë një drejtat e juve, çdo kënë të barabartë, ngrit në zonin. Këtë qëtu dhe me thonë, feminizmi, patriarkati, feja e këtu, nëse i marrëm shumë seriozisht, fillojnë me kriju barjera psiqike, edhe e kriju një farë burgu në të cilin na jetojmë në të. Dini që kena në gjashmëri na me Hashim Thoqe. Burgun në të cilin jetojmë e kemi bo vetë. Në ndërë shumë, madhën i mirë.